Ne si musliman, mjekrën e lëshojmë sepse profeti a.s. ka urdhëruar të lëshohet mjekra. Para disa kohësh, në Shqipëri, nëse dikush lëshonte mjekrën, shumë njerëz e paragjikonin. Fjalë nga më të ndryshmet, jo ekstremist, jo ç'është kjo. Ndërsa sot, që mjekra është bë mod, shumica e të rinjve, pra i shikon me mjekër, kanë hesht, kanë ndryshu punët. Përderisa ka hyrë mod, pra ka ndryshu çështja. E po feja, nuk është sot më pëlqeu e nesër nuk më pëlqeu. Kur profeti a.s. urdhëron diçka, ne e zbatojmë. Dhe është frika për ata njerëz të cilët pra ndikohen nga jo muslimanët që mos jenë prej atyre të cilët i përshkruan profeti a.s. ku thot, edhe nëse pra hynë në zgavrën e hardhucës, pra do të hynë. Pra nuk imitohet tjetri. Ti ke parimet, ke bazat e tua, ke parimet e tua. Unë përmenda çështjen e mjekrës, me që kjo është diskutuar, por besimtari, muslimani, ka parimet e tij, ka rregullat e tij. Dhe nuk bën që ti thyej rregullat e tij. Ndonse mjekra nuk është shtylla e islamit, pra që po s'pat mjekër njeriu, nuk thot njeri se nuk është musliman. Por përderisa është urdhër i profetit a.s., atëherë muslimani as nuk e ofendon, as nuk e shan. Po nëse do të që nuk e zbaton, pra një urdhër, një porosit profetit a.s., e lut Zotin që t'ja mundësoj, dhe jo të paragjykoj tjetrin, jo të flas kundër tjetrit, jo të shaj e të ofendoj tjetrin, se Zot na ruaj. Me sha diçka që ka urdhëruar profeti a.s. për të. Allahu na ruaj.